qëndrën tek artistët shqiptarë. Sakt. Këtu sot e kemi mësafirin Nora Gugën, që është dentiste, edhe dhe të flasim për kujdesin, unë ju të rëgova ma herët, bile mas e patëm mësafire që mu dasht me njerë me bo dhe mu kujtu mu bo termini, se gjithë nuk shkojmë shumë e shtymë shkumjen të mjeku i dhëmve, mu mbohet ka njerë 4-5 vjetë që kejtë ma bojnë qysh 4-5 vjetë mësë me shku tek dentisti, që është shumë, apo jo, sa shpesh duhet me shku mu kontrolu? Të pak të 2 herë në vetë. Pak të 2 herë në vetë. Për kontrola rutinore. Rutinore. Edhe ka një pastrim dhëmve. Edhe ka një pastrim dhëmve. Po se, do më thonë, shëndetin dhëmve, mësojmë të nkohen që është shumë i rëndësishëm për krejt shëndetin e trupit, edhe shumë shpesh kur i kontrollet këtë nërë dhe kontrollet kur ka qenë edhe ushtria e rregullt, për shkakun kontrollet e para që ja bojnë njerëzve të dhëmt, i këshyrin për me pa shëndetin në krejt trupit, po kom dëgju edhe për mjekve që kanë qenë mjek të sportit, kur bon gara të notit ose të tilla, nëse ka probleme me dhëm, nuk i lojnë me marrë pjesë në për gara ekstreme, se ka rrezik që mundet me pas komplikime. Po, shumë e vërtet. Unë gjithmonë e thomë që shëndeti vjen nga goja, dhe nëse nuk e ki shëndetin oral ashtu si që duhet, nuk e ki as pjesën tjetër të organizmit, kështu që qelsi ndoshta i shëndetit është pjesa e dhëmbëve dhe e gojës, se e dim që edhe prej dhëmbëve mundet me pas, mundet më shkaktu, domethënë procese ndryshme, abscese ndryshme të cilat çojnë infeksione, të cilat mundet me prek organe tjera në organizëm, prandaj është shumë e rëndësishme. Dhe nuk duhet me prit me shku te dentiste veç kur ki dhimbje, duhet me shku paraprakisht për me i parandalu që ato pasoja. Po, për mësë marë, deri aty, gjithmonë kontrolat rutinore preferohen çdo 6 muaj tek të rriturit edhe çdo 3 muaj tek fëmijët. Për shkak se dim që fëmijët nuk është se janë larës të mirë të dhëmbëve, nuk është se ju rringate, kështu që ata preferohet pak më shpesh, me pa nëse ka ndonjë kavitet, edhe me mbush sa janë si karjese superficiale, se në momentin kur vim deri tek pulpitet, pastaj ka procedura pak ndoshta janë matrona për fëmijët. A ka ndryshu kjo si mendësi tek prindrit, sepse një prej po besoj të merreve dhe ankthjeve të mëdha të prindërve është koha kur kanë me dërgu fëmijën te dentisti, veç për arsyen që kur ata fëmijë dërgohen te dentisti është momenti kur fëmijët kanë dhimbje. Dhe mundi me paramendu se qysh din me reagu fëmijët edhe sa të pa menaxhueshëm munden me qenë ato momente. Në fakt me fëmijët është shumë vështirë me punu se me të rritunit, për shkak se gjithmonë e kanë atë frikën. Ka fëmijë që ndoshta vjen për herë të parë, por prapë se prapë e ka atë frikën tek stomatologu, edhe pse nuk e din, nuk e ka provuar asnjëherë. Në momentin që ti e bën një punë që ai nuk ndjen dhimbje, herën tjetër e ka marrë me dëshirë. Mirë, po në momentin që ne kryejmë një punë ku pacienti i vogël ndjen dhimbje, atëherë herën e dytë është shumë vështirë me ul në karrik se lema me hap gojën. E a ka ndryshu qasja prindërve në këtë aspekt? Ka ndryshu për shkak se po vinë shumë shpesh edhe domethënë pa pas nevojë vjen edhe bjen te stomatologu vetëm ndoshta me u ambientu me ambientin edhe me ne, në mënyrë që kur vjen nevoja atëherë mos me pas frikën. E kjo më pëlqen shumë. Në fakt e kom praktikuar edhe tek djali jam, po ai është shumë tëc. Po, krejt familja stomatolog, po ai nuk i di pse ka atë frikën, edhe pse nuk është se ka ndjer dhimbje diçka, po e ka gjithmonë atë frikën. Ndoshta edhe po shohin shumë këto aplikacione ndryshme që tek stomatologu ke dhimbje, ndjen dhimbje, edhe shumë interesant është. Kështu që po mundohen shumë edhe me djalin tim dhe tash i kuptoj edhe më mirë prind. Në fakt më herët kur s'kam pas fëmijë, kam thënë qysh, pse nuk po munden me bind, po në fakt është goxha sfiduese. Goxha sfiduese. Po. Sidomos kur është fëmia që nuk e toleron, domethënë ende pa e provuar nëse ka me dhimbje ose jo, ai gjithmonë mendon që e ka një dhimbje. Ka një dhimbje. Po se na, për shembull, më kujtohet kur kam qenë i vogël, kemi pas stomatologun në shkollë, edhe kemi pas në shkollë fillore, kemi pas dhomën e stomatologut, po ja kam arsytu vetës që frikën se intervenimet e kemi pas pa anestezion. Të më thonë, edhe gryrjen e dhëmbëve e kemi pas pa anestezion, edhe ka pas momente caktume që ka pas dhimbje shumë të mëdha, po edhe heqjen e dhomit, më kujtohet një dhëmball që kom heq, po më duket çdo 600 ende nuk e kam, kemi heq të thonë me tana, po asnjë pikë anestezioni edhe u pat
u pa thy edhe u pa dash me hik copa, do më thonë tamam anestezion s'ka marrë deri shumë vonë, do më thonë edhe se në vitet e 80-ta nuk është përdorë, edhe që aty e ka arsyetuar frikën, do më thonë pas ka frikë edhe sot kur e dim që nuk ka, kur shkon te mjeku i thonve në vërtet nuk i dhimbë të fare. Në fakt, këto që po e tregon ti kanë qenë më herët, edhe është shumë e vërtet, edhe në fakt janë si trauma që shkaktohen tek fëmijët. Mirë po tash e kemi anestezionin, plus e kemi edhe anestezionin topikal, ku vendoset para aplikimit të anestezionit që bëhet me gjelbër, vendoset ashpuarja nuk ndihet, e kështu që është shumë ma e lehtë. Mirë po prapë kanë atë frikën fëmijët, se vetëm ndoshta ai mantilli i bardhë që të shef fëmiu më një herë mendon që ka me pas dhimbje. Mirë po më herët me të vërtet ka qenë shumë traumatike. Po i kemi, në fakt i kemi tash me ngjyra, tash janë edhe me ngjyra, po prapë se prapë ata e dinë që kjo është tek mjeku. Mirë po më herët ka qenë shumë traumatike për mendimin tim. Ndoshta edhe unë se kisha toleru ndoshta një nxjerrje, sidomos nxjerrjen e dhëmbëve me bë pa anestezion, se është një dhimbje shumë e padurueshme. Pikërisht prej atyre pacientëve pastaj më vonë vijnë problemet më të mëdha. Unë kam vetë pacientë të tillë që kanë pas trauma të tilla, edhe janë të rritur, janë mosh, edhe kanë shumë frikë me ul në karrikën stomatologjike. E me ta është edhe 2 herë më shumë sfiduese me punu. Mirë, po në momentin kur e shet që s'ka dhimbje, atëherë gjithçka përfundon. Vetëm se deri tek ai moment vijnë shumë, ndoshta do të më bëni një lloj psikologu që me bisedu dhe me bind që me të vërtetë s'ka me ndi dhimbje. Unë pata gjetë mënyrën që kur pata shku, për herë të parë mas atyre traumave të para, do të thonë kur kam qenë fëmijë prej mjekut të dhëmbëve, e kam gjetë mënyrën që ju thësha mjekëve, nëse më dham nuk vi mu. Edhe tani ata kujdesishin shumë më shumë, do të thonë që me aplikua anestezionin edhe me të bollshëm që mos me pas dhimbje, do të thonë. Edhe tani s'kam pas më kurrë dhimbje. Po kështu është edhe tek fëmijët, edhe na që i trajtojmë gjithmonë, unë për vete gjithmonë i them, nëse ndjen dhimbje, unë premtoj që s'kemi me vazhdu dhe mos hajde më asnjëherë, nëse ndjen dhimbjen. Mirë po, kur e shet që se ndjen dhimbjen, atëherë është krejt okej. Po nëse e bën një lëshim, që mundet më ndonë ndoshta nga ne, atëherë është pak problematike, për shkak se nuk të beson më, dhe thonë humb besimi, edhe pastaj është shumë vështirë. Në momentin kur një fëmijë fiton besimin te te, atëherë edhe nëse për shembull në kontrollat e tjera ose punën që kemi me bë ditëve në vijim, edhe nëse ndjen dhimbje, prapë ka atë besime që ka qenë e momentit. Ka qenë e momentit. Do të thonë, rekomandimi është që ashtu që shta edhe më herët me marrë me vete edhe kur s'ka intervenim të fëmijët, veç me pa që është normal. Po, edhe në momentin kur ndoshta ne si prind kemi një punë tek stomatologu, unë preferoj gjithmonë me marrë fëmin, edhe me i tregu, edhe gjithmonë duke bisedu me ta, edhe duke i tregu që a shet që nuk ka frikë, unë po e heq dhëmbën ose po e mbush dhëmbën edhe nuk ndjej dhimbje, atëherë ajo kishte mënyra më e mirë. Dalemi pak të triturit. Keka e përmend gjithmonë që në të kaluamën rreth të 40-tave deri në të 50-tat ka qenë normale me po njerëz që nuk e kanë pas një pjesë të dhëmbëve fare. Ose kanë pas veç një, ose 2 që i kanë met. Ose kanë qenë me numër minimal të tyre. Sot qysh e vren dallimin ndoshta prej fillimeve deri në ditët e sotme, sepse e tregove që tash e besoj që ka edhe një vedije më të madhe sa i përket kujdesit dhëmbëve, kanë më shumë informacione, kanë më shumë mundësi në ditët e sotme, sepse nuk funksionon ekonomia familjare veç me një person i cili punon, po kanë një qasje pak më të gjerë në ekonomi, dhe kjo ndoshta ja mundson një pavarësi financiare që mos me pas shumë problem çështjen e dentistit. Po të e barazu këtu bashkë me frikën, sepse ju gjithmonë është bara financiare, këtu e barazojmë edhe frikën, edhe tek të rriturit, që din me qenë shumë prezente. Qysh e vren dallimin tash ditët e sotme? Në fakt tash nuk është më normale me po nashta një pacient që i ka vetëm 2 dhëmbë apo 3 dhëmbë gojë, sepse tash kujdesi është shumë më i madh, shumë më i shtuar, edhe më vjen mirë për këtë pjesë, për shkak se nëse kemi një pacient që ka 2-3 dhëmbë gojë, atëherë nuk është se bëhet edhe përtypja ushqimit nuk bëhet siç duhet, edhe pastaj normal që tek pjesa e luksit ka më shumë punë për me blu ushqimin, edhe është një ngarkesë shumë e madhe për pjesën e luksit pastaj. Kështu që
tash, në momentin kur ka brastira, gjithmonë mundohemi me i regullu, me i sanu. Mirë po një diçka që më bën përshtypje shumë shpesh të pacientët është që më shumë e shohin atë pjesën anteriore, pjesën e përparme, pjesa ku duket. Në momentin që ka ndoshta një mungesë të pjesës posteriore apo ansore, atëherë nuk është se e bëjnë shumë problem, po në fakt pjesa ansore është shumë e rëndësishme se pikërisht me ata dhëmë bëhet edhe bluarja e ushqimit apo përtypja. Kjo më bën pak ndoshta më lë me dëshirua ashtu sepse unë mendoj që ndoshta më mirë para se marrë me bo një bushje të buzëve, gjithmonë e preferoj me i regullu dhëmbët e pastaj marrë për pjesën e estetikës. Mirë po ka ente të tillë që ndoshta më shumë e preferojnë pjesën e estetikës, e ndoshta kjo që është shumë e rëndësishme për organizmin dhe për shëndetin, lihet anash. Mirë po jo me krahasu me vitet më herët, tash është një dallim shumë i madh. Sidomos tek fëmijët, këto nënat e reja, prindë e ri, po e kanë pasë se sa e rëndësishme është edhe tek dhëmbët e qumshtit, sepse gjithmonë e kanë menduar që është e rëndësishme më mbajt vetëm dhëmbët e përhershëm, ndërsa dhëmbët e qumshtit jo. Mirë po në momentin kur një dhëmb i qumshtit hiqet para kohës, atëherë prish renditin e të gjithë dhëmbëve të tjerë. Kështu që është shumë e rëndësishme edhe dhëmbët e qumshtit me i mbajt, me i sanu, me i mbush, derisa të vjen koha e nxjerrjes apo ekstrahimit të tyre. E sa i përket stilve, do të thonë, a ka ndonjë dallim ndaj, do të thonë, te kujdesi për dhëmbët në stin të verës, në stin dimrit, ose në kohë nxehtë, ftoft ose diçka të tilla, ndryshon diçka apo është Jo, kjo është normale, nuk ka dallim për sa i përket stinës, nuk ka dallim. Vetëm siç e thashë më herët, preferohet gjithmonë 2 herë në vit, edhe nëse nuk ke nevojë, çdo 6 muaj paktën një rentgen, një fotografi në dhëmbe, edhe me pa se jo vetëm pjesa e kurorës duhet me u pa dhe me thonë jemi në rregull, sepse ka dhëmb të cilët jashtë duken tek pjesa kurore duken krejt okej, nuk kanë as karjes, nuk janë të prishur, mirë po tek pjesa rënjes mundet me pas infeksione, mundet me pas abscese, kështu që gjithmonë duhet edhe një fotografi më dhëmbëve që me pa nëse kemi diçka brenda në rënjë. Që është shumë e rëndësishme. Krijohet për shkak të infeksioneve dhe pastaj është një infeksion pak më i madh që mundet me çuan pastaj në infeksione të tjera që mundet me prek edhe organe të ndryshme. Sa i përket trendeve, sepse çdo gjendje të sotme sillet deri diku rreth rrjeteve sociale, rreth asaj se çka na observohet në rrjetet sociale. E dim që format edhe dëshirat e njerëzve janë të ndryshme. Po cilat janë kërkesat më të shpeshta në vitin 2025 sa i përket rregullimit të dhëmbëve, sepse kemi ndëgjuar shumë shpesh raste që të rinjtë e të rejat, edhe me dhëmbët e tyre të shëndetshëm, prap kërkojnë ngryerjen e tyre dhe vendosjen e kurorave të cilat e zëvendësojnë pamjen natyrale të tyre, e cila mundet me qenë jo shumë e dëshirueshme kur dhëmbi është i shëndosh. Po tash janë trend shumë këto facetat, kurorat për me pas ndoshta një buzëqeshje më të bukur, po e kam cek edhe më herët dhe po e them prap që nuk është e shëndetshme dhëmbin tënd të shëndosh të paprishun me kthy në atë artificial vetëm për shkak të bukurisë. Ka mënyra tjera, plot mënyra tjera për me ndoshta me bën një dhëm ashtu siç don ti dhe më u dok bukur. Mundem me bë me kompozit, me faceta kompozitit, të cilat bëhen pa gryrje, pa prishje, pa prekje të dhëmbit tënd natyral në momentin që dën me i largon kthehet dhëmbi ashtu siç ka qenë. Mundesh me bën një zbardhje dhëmbëve, nëse don me bën një ngjyrë pak më të bardhë dhëmbëve, po jo asëse me prish dhëmbin tënd, për shkak se në momentin që preparohet një dhëmb, ai nuk kthehet më, nuk ka mundësi, nuk është se rritet edhe kthehet prapë siç ka qenë, po ai gjithmonë shkon duke u zvogluar dhe duke humbat domethënë sasinë e saj dhe vjen një moment që as ato kurora ma nuk kanë me qëndru dhe mbet vetëm rënja. Edhe pastaj dalin probleme tjera të cilat janë edhe të kushtueshme, por edhe nuk është se jetësia e dhëmbit është siç ka qenë. 50% gjithmonë është më e dobët. Gjithmonë është më e vogël. Kështu që asnjëherë nuk i preferoj. Ndoshta jam rrit në këtë frym, për shkak se unë kam edhe babin, edhe 2 vllazë stomatolog, edhe gjithmonë ka qenë ndoshta ajo këshilla e babit për neve që asnjëherë mos e dëgjoj pacientin, edhe nëse ai kërkon diçka. Në fakt neve na leverdis ajo pjesa e facetave, kurorave, për shkak se është e kushtueshme. Mirë po nuk duhet ndoshta me pa ato përfitimet e tua dhe me bëni ndoshta një dëm te pacienti, se herë do kur ai kom e kuptu që e ka bën një gabim dhe
unë kam të klinika ime kemi shumë pacientë të cilët kthehen, është pas disa viteve dhe falenderojnë babën tem që nuk e ka marrë atë punë me bë siç ka dashur pacienti, po i ka tregu ashtu siç është më e shëndosh për pacientin. Edhe unë gjithmonë e marr atë shembullin që ne jemi 4 stomatolog familje dhe të gjithë jemi me dhëmbët tonë natyral. Pa marrë parasysh se ndoshta nuk janë edhe aq shumë bukur, mirë po i kemi të sanuar, të rregulluar dhe është dhëmbi jot i natyral dhe është i shëndetshëm. Pse po ndodh që shumë shpesh ende nuk, do të thonë, nuk është numër i madh i stomatologëve që dinë me bëu këtë punë mirë, apo pse po ndodh shumë shpesh që shohim njerëz që bojnë intervenime, po i vrejnë me njerë intervenimet në dhëmbë, ju ndrohet forma e fytyrës, ose dalin dhëmbë shumë të mëdhaj, ose tamam dojnë me bëu, ata kanë shku ndoshta për me bëu një buzëqeshje natyrale, po ju ka dalë, do të thonë, artificiale, në mënyrë dhe vrejnë me njerë që kanë bëu intervenim. Varet shumë prej punës që bën stomatologu, varet shumë prej punës që bën tekniku, se edhe tekniku luan një rol shumë të rëndësishëm në ndërtimin e këtyre fasetave, po ashtu varet shumë edhe nga dhëmbët e pacientit, radhitja, sepse ka shumë pacientë të cilët ndoshta kanë malokluzione të ndryshme dhe nuk mundet me dal radhitja, ndoshta sikur e imja që nuk e kam, që e kam ndoshta një radhitje shumë mirë dhëmbe. Mirë po në momentin kur ka malokluzione ndryshme, atëherë së pari preferohet ortodoncia dhe pastaj pjesa estetike, se nuk mund të më arrit ose me ndryshu pozicioni i dhëmbit vetëm me anë të fasetave. Sidomos kur ka pozicione të cilat ndoshta janë shumë larg asaj pozitës natyrale që duhet me qenë. Tash edhe për fund, sepse jemi edhe në fund të intervistës, cili është këshilla ose sugjerimi që ja kishe bo se cilit person sa i përket kujdesit të dhëmbëve, sepse përmend edhe pjesën e familjes, jeni 4 antar, kreti keni dhëmbët e juj natyral, dhëmbët e shëndosh. Për ndjekjen e trendeve, sepse është një ndër gjanat që na preokupon më së shumti, është një prej gjanave cilat deshte jenë në ndikimin e tyre, sepse jenë në prezencën e tyre çdo ditë, vazhdimisht. Unë gjithmonë ju preferoj në momentin kur ti ke dhëmbët e shëndosh, asnjëherë mos me vetëm për shkak të dukjes, ndoshta me prish dhëmbin tënd dhe me kthy në atë artificial. Thash edhe më herët, ka mënyra plot që mundesh me u dok bukur, edhe me dhëmbët e tu natyral, po jo me fakt me shkatru dhëmbin me qëllimet vetëm për më duk bukur. Gjithmonë me rujt që me pas një shëndet sa më të mirë, edhe kaq. Edhe një pyetje, dhëmbët e pjekurisë. Janë dhëmbët gjithmonë konsiderohen edhe si dhëmbët më problematik, sepse në shumicën rasteve din me qenë të prishur akoma pa dalë, mirë po dhe shkaktojnë shumë dhimbje deri në momentin kur vetë se dalin edhe... Po. Ty të kanë shkaktu për mdo këtë edhe kom pas këgja problematike procesin e nxjerrjes tyre. Din me qenë problematike gjithmona, po ka të bëj kjo me genetikën, ka të bëj me faktor të tjerë. Sepse ka disa dhëmbë të pjekurisë të cilët mundet me ostrahu shumë lehtë, ka dhëmbë të tjetë, dhëmbë të pjekurisë të cilët kanë eruptuar, janë në okluzion, me ta ushqehesh, janë kontakt edhe nuk ka probleme. Mirë, po ka të tjerë të cilët ndoshta kanë një gjysmë erupcioni, gjatë eruptimit kanë probleme, paraqesin dhimbje, paraqesin të ajona, atëherë ato janë pak ma cikletshme dhe duhet më u trajtu. Ka dhëmbë të cilët të tjerët janë të impaktuar dhe prap paraqesin probleme, ato atëherë janë edhe më të vështira dhe duhet me ju drejtu kirurgut në mënyrë që me bën një nxjerrje në mënyrë kirurgjikale. Ato janë pak më të vështira. Mirë, po tash, shoqërisë Zotit e kemi gjitha mundësitë edhe gjitha mjetet e nevojshme në mënyrë që për pacientin me pas sa më pak pjesë traumatike dhe dhimbje. Kështu që nuk është diçka për me u friksu, mirë, po në momentin kur e shet që ka probleme, atëherë gjithmonë sa më herët me u drejtu tek stomatologu, aq më lehtë është edhe për ty, edhe për stomatologun. Mirë shumë, faleminderit shumë për këto informata. Nora, se na u fokusum shumë të shëndeti i dhëmbëve, po ti bën edhe intervenime tjera, apo jo të...
Po, estetike. Do me thonë, bëjmë intervenime këto të ashtë që janë trendit, filleri nga pjesën e skin boosterve ndryshme, janë shumë për të kërkune. Edhe kjo është pjesë estetikës, po në faktu edhe për këtë pjesë gjithmonë e them që jo me te kalu, limitet edhe jo me u deformu dhe me u transformu. Në fakt, prap jemi ne ata të cilët duhet gjithmonë me ja tregu një kufi pacientit edhe një stop pacientit në mënyrë që mos të kemi komplikacione, se ka komplikacione shumë të vështira, sado që janë mini-invazive, intervenime që i bëjmë ne, mirë po prapë se prapë mund e më naqu deri në komplikacione të cilat ndoshta jemi pastaj pishman që kemi bën një intervenim të tillë. Do të thonë edhe nëse rrezikon me humb pacientin, i thush jo, do të thonë kur doket që të bën për te i bilojt. Kam shumë pacientë të tjerë që ju kom thonë ju, ndoshta janë vetë ata që munde ndoshta me shpreh këtë pjesën time që gjithmonë ju them ju në momentin që e shoh që është një rrezikshmëri ose në momentin që e shoh që është një diçka që mundet me u tepru dhe mundet me u deformu pacienti. Asnjëherë nuk du pa marrë parasysh se pacienti në shkruan vetë që po hy me vetë dëshirë, mirë po prapë se prapë nuk du me qenë unë shkaktarja që pacientja ndoshta gjatë gjithë jetës me mbajt dhe me thëmë pse doktoresha nuk ka tregu që mund të marrë deri te kjo pjesë. Edhe një pyetje për fund, shumë shkurt, a ka raste edhe që vinë me i heq intervenimet dhe a janë të suksesshme? Do të thonë me u zvoglu, me kthy mbrapsht, do të thonë intervenimin, fillerat ose rritjen e buzëve ose diçka të tillë. Në fakt këtë kohën e fundit po, këta është ka ardha i trendi me u kthy ka natyralja, jo më dok me egzagjerune. Po, ka raste shumë që kthehet siç ka qenë, po ka raste të tilla që kanë pas ndoshta dështime gjatë aplikimeve dhe është goxha vështirë me u kthy siç ka qenë. Ndoshta prapë se prapë kanë me mbet me disa deformime të vogla, sado që mundohemi, se varet ku trajtohet, nga kush trajtohet dhe çfarë produkte përdoren. Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe.